Ju përshëndes. Nga informacionet që kam, Rama ose është nisur ose do të nisë të vi në New York familjarisht. A është darka e fundit? Pikërisht ngjan me darkën e parë mbasi u kthye si kryeministër i Shqipërisë kur fitoi në Staten Island. Çuditërisht është e vetmja boro republikane e New Yorkut. Ata që e pritën kur atëre ai fitoi si kryeministër, kanë menduar të japin mbështetjen dhe darkën e fundit. Natyrisht që Rama, sa herë që vjen në New York, dhe kur vjen familjarisht, primare ka vizitat mjekësore për problemet që ka. Siç është thënë nga burimet ndryshme, Rama, bashkëshortja e tij, njërë në vit mbledhin edhe fitimet e bizneseve të padeklaruara që kanë. Hotele, ka blerje të reja, pastrime parash, Aruba, ishut Cayman Islands, ku në 2019 janë rreth $600 milion kalesa nga një bankë shqiptare. Çdo gjë ka qenë dhe është në vëzhgim sa herë që ai zbret. Herën e fundit janë shpenzuar rreth $250.000 për aktivitete politike, çka ndalohet me ligj, për biletat shtrenjta deri në $50.000 në NBA. Pra, Rama ka rrjetin e tij. Pse shkon në Staten Island dhe nuk organizon darka të mëdha në Manhattan? Erën e fundit, kur ka ardhur tek martesa djalvajzës Sorosit, një dark ka qenë me pacollën. Sepse kamarier shqiptar ka kudo, pra ka sy. Ndërkohë që këtu në Amerikë duhen dhe 70 ditë që të kemi zgjedhjet e mes mandatit, duket se republikanët kanë ndjerë frikën e humbjes Kongresit. Sekretari i shtetit de facto, mediokri Kushner, ka takuar spikerin e ardhshëm, në qoftë se fitojnë demokratët, Jeffrey. Është gjetur një biznesmen, Rohan, i cili ka interesa për ndërtimin e gazës, por që ka financuar me donation financën e demokratit afrikan-amerikanë Jeffrey, dhe më në fund ai e ka pranuar që ka takuar Kushnerin. Pra Kushneri pranon frikën që demokratët do të marrin Kongresin. Dhe në qoftë se merret Kongresi, fillojnë hetimet për fëmijët e llastuar Trump, për familjen e Trump, e cila nga demokratët konsiderohet si karteli Trump. Numri 2 i Komisionit Drejtësisë ka shkruar një letër për të kërkuar informacione dhe për ta hetuar Kushnerin në lidhje me Zvërnecin. Kjo ka bërë që mediokri Kushner, i them mediokri sepse dihet që ka dështuar në biznese përpara se vjerri të bëj president. E famshme është ndërtesa në Manhattan 666, por duke marrë miliarda dollar nga Katari, ka krijuar një fond ku ai menaxherisht dhe natyrisht përfiton. Në të gjitha takimet që ka bërë në lidhjen e mesme, siç akuzon e Majta, është për të vjedhur dhe për të rritur pasurinë e tij. Vllai i tij është gjysmë blerësi i Lakersave në basketball, nëse përfundon kjo. Dihet se çfarë përfaqëson familja Kushner në Amerikë. I ati i tij është ambasador, një njeri skandalos, ambasador në Francë, i cili filmoi konatin e tij me një prostitut në New Jersey për ta përdorur ndaj dëshmive të gruas, motrës tij, gruas tij, konatit pra, kur Kristi e arrestoi dhe e dënoi.
janë polak, bielorus, hebrej, me lidhje me Netanyahu. A e ka përdorur Ivankën Rama thjesht për të blerë heshtjen dhe për të qëndruar në pushtet, apo është një lojë e Sorosit? Pikërisht me një ushtar të tyre, si Rama njihet si zagari i Sorosit. Protesta e shqiptarëve në arenën ndërkombëtare e ka pushkatuar Rama. Po shkon deri në Kongresin Amerikan, nuk ndalon aty. Dhe shqiptarët presin reagimin e departamentit amerikan, i cili do ketë një ambasador të ri në Shqipëri, pikërisht për të mësuar se kush do të jetë kali i ri i PS-s, mbase të forca që do të marrë Shqipërinë. Amerikanët duan stabilitet në Ballkan. Rama nuk e siguron më. Rama nuk është më faktor për stabilitetin dhe i është shkatruar e gjithë fasada e një lideri global i zhytur thellë në korrupsion masiv, por dhe një mbar mbi familjen e presidentit Trump. Heshtja ka një fund. Dhe në fakt, ai që quhet Deep State i famshëm, duket qartë me qëndrimin që ka me SPAC, kur çdo muaj një spakist vjen në trajnohet dhe dosjet vazhdojnë e fryen. Për të bërë një lidhje, kongresmeni Wilson është nga njerëzit afër Trump dhe Magës, është kongresmeni që i ka kërkuar ligjërisht Kongresit Amerikan të hetojë lidhjet e trafikantëve të mëdhenj të Amerikës Latine me qeverinë shqiptare. I ka kërkuar CIA-s, FBI dhe DEA-s. Rama kështu nuk i mbulon dot lidhjet me krimin ndërkombëtar, duke cënuar sigurinë kombëtare të Amerikës. Këtu nuk fal me ligjet e reja, urdhrat ekzekutiv presidentit Trump, dhe po të kemi parasysh takimin e fundit të Ankaras, se sa mos përfillës as duke i hedhur syt ishte Trump, ndaj atij që ka dëshirë ta quajë veten lider global. Do të jetë darka e fundit. Natyrisht që ardhja e djalë vajzës Soros në Tiranë është pikërisht te këto pazaret e darkave të fundit të tij. Ka një fund. Ata që e morën nga plerat, nga kazanët të një refugjati të rëndomshëm në Francë, do ta flakën. Cili mori shtërë? Nuk është e re. Dhe politika amerikane këtë e ka bërë, e bën dhe do ta bëjë. Gjithmonë. Shokët janë kudo. Problemi është që ne si komb jemi më kombi pro-amerikan në Ballkan dhe Amerika ka interesa në Ballkan. Kjo administratë mund të jetë nënvlerësuese, por siç ma ka thënë ambasadori Bolton, ato shtyllat e politikës jashtme dhe politikës reale amerikane nuk largohen nga Kosova, nga Shqipëria. Nuk ja lën kur ujërat e ngrohta ariut polar rus. Trump edhe 2 vjet do të jetë president. Ndryshon Trump për brenda Amerikës, ku çdo shqiptar duhet ta mbështesë, por ndryshon qëndrimi i administratës të tij në politikën e jashtme, dhe këtë duket qartë që në Kosovë nuk po ndërhyjnë që të zgjidhin atë krizë, dhe e pa kuptueshme vetë dëmi që shqiptarët e Kosovës kryen, unë nuk e kuptoj. Kushdo mund të jetë president. Dhe ana tjetër,
nuk mund të luhet me Shqipërinë, të drejtuar nga njëri etnikisht që nuk ndihet shqiptar, me një politik çoroditëse, i dhunshëm ndaj vendit vet, servil, i përshtirë ndaj të huajve. 23 gushti ishte data kur Bashkimi Evropian përkujtonte dimat, përkujtonte viktimat e sistemeve diktatoriale të krimeve të komunizmit. Dhe Rama zgjodhi vil pallatin e ish-kryetarit të parë të partisë tij Hoxha për të bërë një shfaqje idioteske propagandistike, krim ekonomik, dhe s'pak do të hetoj, aktivitet partijak, duke gjetur sa ligavec vemje 70 vjeç që thot le të vdes mbasi të takoj Enverin e ri, dhe ndërkohë këto duken idiotësirat të logaritmave të fugës të Ramës përballë atyre stoikëve që vazhdojnë e protestojnë. Dhe këta që vazhdojnë e nënumërojnë, sikur dhe 100 ngelin. U bë 3 muaj që protestojnë në çdo ditë. Që në kohën e Skënderbeut nuk ka ndodhur kur të protestojnë shqiptarët 3 muaj. Dhe ata nuk ikin. Sepse, siç e thash, ata objektin e parë kanë arritur, e kanë shkatruar në arenën ndërkombëtare. Në Gjermani ka marrë kryq. Ka disa shpresa tek ai Macronua i Francës, por që nuk është forcë në politike, diplomatike, sepse ai po largohet. Këtu nuk ngeli media dhe problemi shkoi deri në Kongres. Barr ndaj familjes. Trump nuk fal ata që tallen me të. Trump nuk pyet për melonëra, Macronëra, as kancelarët në Gjermani, se për e jo më për një që njihet si Soros Puppet. Dhe kjo fjala kukulla klyshi Sorosit është thënë nga një figurë që u pagua nga opozita shqiptare për zgjedhje, Lacivita, i cili është parë kohët e fundit në avionin presidencial i afruar natyrisht për zgjedhjet e mesmandatit. Politika kudo nuk ka lart figura reale intelektuale, edhe këtu në Amerikë, mos i duket ta bi. Unë kam kohë që jetoj dhe kam ardhur që në 93 për studime, modestisht e kam studiuar dhe jam kontakt përditshëm në median departament, madje fokus ishte e ftuar në takimin e fundit zotë Trump në Long Island, jemi të ftuar në Texas, nga shtëpia e Bardh, madje edhe në vizitën e ardhshme të presidentit Trump në Irland. Natyrisht një vendosim se ku shkojmë, sepse shtëpia e Bardh na fton si media të akredituar, por shpenzimet janë të medias, nuk janë të shtëpisë Bardh, por vlerësim. Në këto zgjedhjet mes mandatit çfarë shikoj? Media këtu, ajo media që quhet e madhe, e ka kthyer në biznes ideologjik, as nuk do t'ja doj, do ta di. Dhe të dyja partitë flasin në mënyrë që të duken si taulan ballra edhe këtu. Pra po flitet për affordability, për ballëshmërinë e amerikanit për të paguar siguracionet të shtëpisë, të makinës, energjinë elektrike, çmimin e benzinës, ushqimeve. Është vendi me ekonomi më të madhe në botë. Dhe kur këtë pyetje ja bën republikanëve që çfarë do të bëni për pikërisht për këtë problem, për përballëshmërinë, ne nuk jemi komunistë. Kurse demokratët thonë që Trump është djallë, idiot, ignorant, hajdut, vjedhës. Nuk ka zgjidhje. Por njerëzit besojnë ato që duan të besojnë. Siç është në Shqipëri. Nuk i heq dot ata që i dërguan fiq Ramës më po kredes të Bile Hoxhës nga PS-ja. Ashtu si nuk ja heq dot 500.000 vota
Berishës të PD-ja. Ndaj dhe ajo masë e madhe që mund të shkojë përsëri 200.000, 300.000, duhet të kërkojë një zgjidhje politike. Kryesorja është heqja e Ramës. Ndaj aleancat duhet bëhen, mendimi me të gjithë ata që janë kundër Ramës. Ndaj dhe aty në miting që në mikrofon shikon dhe dëgjon larmi edhe të çuditshme. Nuk ka pse të ketë mendimi mikrofona. Lërni energjinë e njerëzve që dalin. Thjesht ai hym flamurja e thirrje. Këtu në 6 janar mund t'ju kujtohet se si afro 1 milion vet me thonjë hypën ato dritaret e Kapitolit për të treguar një kundërshti të madhe, nuk thyen episodike. Patë 2-3 vrarë nga policia sepse nuk folin njëri në mikrofonra. Natyrisht që Rama është nderuar. Darka fundit nuk e shpëton. Sepse darkën e parë si kryeministër në Staten Island ka pasur dhe Thatcher. Pranë se ishte koha kur vinin për OKB-n. Ndaj mua më duket abi që të vi më përpara në këtë darkë të fundit, kur është OKB-ja mbas 2 javëve. Por Rama vjen për vizita mjekësore dhe për ato llogarit, auditet e bizneseve që ka. Po ai e di mirë agjensit që përgjojnë pastrimin e parave. Veprimet kundër sigurisë kombëtare mbi kokë të ketë. Dikur vetë ato si kryeministër ka ndaluar. E fundit ishte Nexhmia moderne e tij. Ju falenderoj.